Kur u kthye në shtëpi, një biznesmen i shkatëruar nga zia dëgjoi tingujet e atje ku më parë kishte vetëm heshtje. Një kujdestare e papritur, e udhëhequr vetëm nga empatia dhe kujtesa, ndihmoi 3 vajza të gjenin përsëri rrugën drejt fëmijërisë. Atë mëngjes të harruar nga të gjithë, dashuria u rikthye në shtëpi, e qetë, por mjaft e fortë për të shëruar një zemër të thyer. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonohuni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni këtë histori. Zhurma e portës automatike u shtoi nëpër rrugën e palmave siç bënte gjithmonë, por këtë herë Marcel Krasniqi ndjeu diçka ndryshe në kraharor. Ndoshta ishte lodhja nga udhëtimi i punës në Durrës, ndoshta ishte malli për vajzat që e kishte konsumuar prej 3 ditësh, ose ndoshta ishte thjesht pesha e atyre 8 muajve që i dukeshin si 8 vjet që kur Adriana ishte larguar. Ai fiku motorin e BMW-s dhe qëndroi aty për disa çaste, duke vëzhguar shtëpinë madhështore 3 katëshe që dikur ishte simboli i gjithçkaje që kishte ndërtuar, por që tani i dukej më shumë si një mauzole elegant se sa një shtëpi. Biznesmeni 45 vjeçar doli nga makina duke mbajtur valixhen e udhëtimit dhe dosjen me kontrata që nuk kishte arritur t'i rishikonte as gjatë fluturimit të kthimit. Kompania e tij e teknologjisë, Krastech, ishte në kulmin e suksesit, e njohur në nivel kombëtar si një nga më inovativet në vend, por gjithë ky prestigj profesional i dukej i parëndësishëm përballë zbrazëtisë që mbante brenda shtëpisë. Ndërsa ecte nëpër kopshtin e mirë mbajtur në mënyrë perfekte nga kopshtar që i paguante por kur nuk i shite, Marceli pyeste veten edhe një herë nëse nuk duhej të kishte qëndruar më gjatë jashtë, nëse nuk do të ishte më e lehtë për të gjithë nëse ai thjesht do të zhdukej mes angazhimeve të korporatës dhe t'i linte vajzat nën kujdesin e ekipit mjekësor që kishte punësuar. Chelsea u rrotullua në brav me tingullin metalik të zakonshëm, dhe ai shtyu derën e rënd prej drurit të arës duke pritur të gjente heshtjen e varrit që ishte bërë kolona zanore e jetës së tij. Por ajo që veshët e tij kapën e bëri të ndalonte plotësisht, sikur të ishte goditur nga një rrufe. Të qeshura fëmijësh, melodioze dhe të vërteta, u shtonin nëpër korridorin e hyrjes. Muzikë. Një zë femëror këndonte një këngë që ai nuk arrinte ta identifikonte, por që sillte një ëmbëlsi të çuditshme në ato mure që prej muajsh njihnin vetëm vajtime të mbytura dhe pëshpërima dëshpërimi. Marceli la valixhen të binte në dyshemen prej mermeri me një zhurmë të shurdhët. Zemra i rrahu fort në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh, por nuk ishte nga gëzimi. Ishte nga frika. Frika nga e pamundura, frika se po çmendej, frika se dhimbja më në fund ja kishte mposhtur arsyeshmërinë. Trenjaket, Alisa, Besa dhe Klea nuk qeshnin prej 8 muajsh. Nuk flisnin si duhet prej 8 muajsh. Mezi hanin prej 8 muajsh. Si mund të prodhonin ato tingujete kur gjithçka që ai dinte prej tyre që nga vdekja e Adrianës ishte një heshtje shkatëruese? Ai u ngjit në shkallët e mermerit me hapa hezitues, duke ndjekur tingullin që vinte nga drejtimi i kuzhinës. Me çdo shkallë, kujtimet e përndiqnin si fantazma mizore. Aty në ato shkallë Adriana zbriste me vrap në mëngjes, me flokët ende të lagur nga dushi, duke u bërtitur vajzave se mëngjesi ishte gati. Aty në po ato shkallë 3 vajzat zbrisnin në rresht, me uniforma dhe të qeshura, për një ditë tjetër në shkollë. Aty në ato shkallë gjithçka u shem një mëngjes marsi kur ambulanca mbërriti shumë vonë dhe mjekët vetëm mundën të konfirmonin atë që ai tashmë e dinte duke parë syt pa jetë të gruas së tij. Arrest kardiak i papritur. Kështu ja kishte shpjeguar mjekja e spitalit me një ftohtësi teknike që e la edhe më të humbur. Pa paralajmërime, pa simptoma të mëparshme, pa mundësi lamtumire. Adriana ishte vetëm 38 vjeç, ishte e shëndetshme, bënte ushtrime, kujdesej për ushimin. Ishte arkitekte, kishte projektet e saj, e donte jetën dhe vajzat me një intensitet që ndriçonte çdo ambient. Thjesht u zgjua, puthi vajzat, u përshëndet me të me një të dua të pëshpëritur në vesh, dhe 2 orë më vonë ishte në dyshemen e kuzhinës, pa jetë, ndërsa Alisa bërtiste me dëshpërim duke i kërkuar mamas të zgjohej. Që nga ajo ditë, trenjaket u bën hije të vetvetes. Alisa, që gjithmonë ishte më e folura dhe më ekstroverte, thjesht ndaloi së foluri. Besa, artistja e familjes që adhuronte të vizatonte dhe pikturonte, hodhi të gjitha materialet e artit dhe kalonte orë të tëra duke parë në boshllëk. Klea, vajza më e ndjeshme dhe e dashur, që jetonte e ngjitur në prerin e nënës, filloi të refuzonte çdo lloj afeksioni fizik, duke u mbledhur kruspull sa herë që dikush përpiqej ta prekte. Marceli provoi gjithçka.
Punësoi doktoreshën Helena Hoxha, një nga psikiatret e fëmijëve më të njohura në Tiranë, e cila erdhi me gjithë formimin e saj evropian dhe metodat revolucionare. Ajo provoi për 2 muaj duke bërë seanca individuale dhe në grup, duke aplikuar teknika që kushtuan një pasuri, por vajzat refuzonin të bashkëpunonin. Thjesht qëndronin ulur në heshtje, si statuja të vogla prej porcelani, derisa seanca të mbaronte. Pastaj erdhi Margarita Lejka, një dado e famshme që kishte punuar me familje të njohura dhe kishte famën se mund të merrej me çdo fëmijë të vështirë. Ajo zgjati 3 javë. Sado që përpiqej t'i argëtonte vajzat me lojra, aktivitete dhe argëtime të përpunuara, ato mbeteshin indiferente ndaj gjithçkaje. Margarita u largua nga shtëpia duke thënë se kur nuk kishte parë fëmijë kaq të munguar dhe se I duhej pak kohë për të rishikuar metodologjitë e saj. Përpjekja e tretë ishte me terapisten Carla Meta, specialiste për zinë tek fëmijët, e cila premtoi rezultate në 6 javë duke përdorur teknika të art-terapisë dhe shprehjes emocionale. Seancat ishin të shtrenjta, intensive dhe të planifikuara me kujdes, por vajzat vazhduan t'i rezistonin çdo forme komunikimi apo shprehjeje. Carla pranoi pas 1 muaji se rasti ishte përtej përvojës së saj dhe sugjeroi shtrimin në një klinikë të specializuar. Aty filloi të fundosej edhe Marceli. Ideja për të shtruar vajzat e tij, për të pranuar se kishte dështuar si baba, për të pranuar se nuk mund të kujdesej për të vetmet persona që I kishin mbetur nga familja e tij, e çoi në një gjendje dëshpërimi që kurrë nuk e kishte imagjinuar të mundur. Filloi të punonte 16-18 orë në ditë, duke u zhytur në projektet e kompanisë si një formë narkoze emocionale. Kthehej në shtëpi vonë, I gjente vajzat tashmë në gjumë nën kujdesin e kujdestares Teto Marta, dhe zgjohej herët për të dalë para se ato të zbrisnin për mëngjes. Shtëpia, që dikur ishte plot jetë, të qeshura dhe vrapime fëmijësh, u shndërrua në një muze të heshtur. Teto Marta mbante gjithçka në mënyrë të patëmet të pastër dhe të rregullt, por kishte diçka mortore në atë përsosmëri. Vajzat hanin pak dhe pak kënaqësi, shkonin në shkollën private ku studionin që të vogla, por mësuesit telefononin vazhdimisht duke raportuar se ato nuk ndërvepronin me shokët e klasës, nuk merrnin pjesë në aktivitete dhe dukeshin sikur ishin në një botë tjetër. Dhoma e Adrianës mbetej e paprekur. Marceli nuk arrinte të hynte aty, nuk arrinte të prekte gjërat e saj, nuk arrinte të pranonte se ajo me të vërtet ishte larguar. Ndonjëherë gjatë natës, ai qëndronte para derës së mbyllur duke imagjinuar se nëse do ta hapte, do të gjente gruan e tij duke rregulluar rrobat ose duke planifikuar ditën tjetër siç bënte gjithmonë. Por guximi për të rrotulluar dorezën nuk I vinte kurrë. Tani, duke ecur drejt tingujve të pamundur që vinin nga kuzhina, Marceli ndihej sikur ishte në një ëndër të çuditshme. Ndoshta ishte kjo një ëndër. Ndoshta ai ishte ende në avion duke fjetur dhe subkonscienca e tij po krijonte një fantazi mizore për të torturuar zemrën e tij tashmë të coptuar. Por tingujt vazhdonin, gjithnjë e më të qartë, gjithnjë e më real. Kur arriti te dera e kuzhinës, ai ndaloi dhe mori frym thellë para se të shikonte brenda. Ajo që pa e la pa fjalë. Alisa ishte ulur në banakun prej graniti, duke tundur këmbët dhe duke buzëqeshur ndërsa lëpinte një lugë plot me brum keku. Besa ishte me duart e bëra me miell, duke ndihmuar të përziente diçka në një tas të madh. Klea, vajza e tij më e rezervuar, ishte përqafuar pas këmbëve të një gruaje që ai kurrë nuk e kishte parë më parë, një grua që këndonte me zë të ulët ndërsa përziente diçka në sobë. Gruaja kishte flokë gështenjë të mbledhur në një topuz të thjeshtë, vishte rroba të thjeshta por të pastra, dhe kishte diçka në praninë e saj që sillte një ndjenjë paqeje në ambient. Ajo nuk ishte e re, ndoshta ishte rreth 35 vjeç, por kishte një pjekuri në shikimin e saj që sugjeronte dikë që e njihte dhimbjen dhe kishte mësuar të jetonte me të. Kur vuri re praninë e Marcelit në derë, ajo u kthye ngadalë, pa u trembur, sikur ta dinte tashmë se ai do të vinte. Mirdita, zoti Krasniqi, tha ajo me një zë të butë dhe një theks që ai nuk arriti ta identifikonte menjëherë. Unë quhem Lira Doda. Teto Marta më thiri këtë mëngjes. Marceli qëndroi aty, ende duke u përpjekur të përpunonte skenën. Vajzat e tij ishin të gjalla. Po ndërvepronin. Po bënin rëmuj në kuzhinë, diçka që nuk ndodhte prej një përjetësie. Alisa ishte e para që vuri re praninë e tij dhe zbriti nga banaku duke vrapuar drejt tij. Babi, bërtiti ajo, duke u hedhur në krahët e tij me një forcë që e kapi të papërgatitur. Teto Lira po na mëson të bëjmë kekun që bënte mami. Zemra e Marcelit gati sa nuk ndaloi.
Alisa kishte folur. Me të vërtet kishte folur me fjalë të qarta dhe emocion në zë. Besa dhe Klea gjithashtu u afruan, të turpshme por duke buzëqeshur, diçka që ai nuk e shihte prej muajsh. Ai ul në gjunjë për të qenë në nivelin e tyre, duke u përpjekur të kontrollonte emocionin që kërcënonte të shpërthente. Jeni mirë? Pyeti ai, me zërin e dridhur. Jemi, babi, u përgjigj Besa, duke pastruar mielin nga duart në përparsen që mbante. Teto Lira tha se është e rëndësishme ta kujtojmë mamin duke bërë gjëra që i pëlqenin, jo vetëm duke u mërzitur. Marceli shikoi gruan që kishte bërë këtë mrekulli në më pak se një ditë. Lira e vëzhgonte me sy mirëkuptues, pa nxitim, pa kërkesa, vetëm me një durim që ai e kishte humbur prej kohësh. Ajo bëri një gest diskret që ai të afrohej. Vajzat më treguan për recetën e veçantë që bënte nëna e tyre, tha Lira, duke u kthyer të përziente brumin. Mendova se do të ishte mirë të provonim ta bënim së bashku. Ato i mbajtën mend pothuajse të gjithë përbërësit. Por si arritet i bësh të flasin? Pyeti Marceli, ende i pabesueshëm. Lira buzëqeshi butësisht, pa ndaluar së gatuari. Nuk i detyrova për asgjë. Thjesht u ula me to, dëgjova çfarë kishin për të thënë në kohën e tyre dhe u tregova se ishte në rregull të ndjenin mall. Ndonjëherë njerëzit kanë nevojë për leje për të jetuar, veçanërisht pasi kanë humbur dikë shumë të veçantë. Ato fjalë e goditën Marcelin si një grusht në stomak. Leje për të jetuar. A kishte mohuar këtë vajzave të tij? A kishte krijuar dhimbja e tij një atmosferë ku ato ndjenin se nuk mund të ishin të lumtura? Pesha e fajit kërcënoi ta shtypte, por zëri i Alisës e solli përsëri në realitet. Babi, do të na ndihmosh ta dekorojmë kekun? Pyeti ajo, duke e tërhequr për dorë drejt banakut. Për një moment, Marceli hezitoi. Kishte emaile për t'u përgjigjur, kontrata për të rishikuar, takime për të planifikuar. Por kur pa fytyrat plot shpresë të vajzave të tij, buzëqeshjet e tyre të turpshme por të vërteta, duart e vogla të mbuluara me miell që shtriheshin drejt tij, ai mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Sigurisht që dua, tha ai, duke përveshur mëngët e këmishës. Por do të duhet të ma mësoni ju. Ka kohë që nuk e kam bërë këtë. Dhe aty, në atë kuzhinë që prej muajsh njihte vetëm heshtjen, Marceli rizbuloi diçka që e kishte harruar plotësisht, tingullin e lumturisë së vajzave të tij. Ndërsa ndihmonte të dekoronte kekun duke dëgjuar zërat e tyre të gjallë dhe duke ndjerë ngrohtësinë e përqafimeve të tyre, ai kuptoi se ndoshta, vetëm ndoshta, kishte ende shpresë për familjen e tij të shkatëruar. Ajo natë ishte e para në 8 muaj që Marceli nuk ju desh të luftonte me gjumin. Pasi kaloi orë të tëra duke luajtur në kuzhinë me vajzat, duke ndihmuar në dekorimin e kekut dhe duke dëgjuar të qeshurat e tyre që ushtonin nëpër shtëpi, ai u shtri në krevat me një ndjenjë të çuditshme në kraharor. Nuk ishte tamam paqe, ende jo, por ishte diçka e ngjashme me shpresën. Për herë të parë që nga vdekja e Adrianës, e zuri gjumi pa pasur nevojë të merrte ilaçet që mjeku i kishte përshkruar për ankthin. Të nesërmen, u zgjua nga zhurma e zërave që vinin nga kati i poshtëm. Për një moment, ende i përgjumur, mendoi se gjithçka kishte qenë një ëndër, por shpejt njohu të qeshurat e Alisës të përziera me zërin e butë të Lirës. Ai shikoi orën në komodinë dhe u befasua. 7:30 e mëngjesit. Kishte muaj që nuk flinte deri kaq vonë, gjithmonë zgjohej në 5 të mëngjesit me kraharorin e shtrënguar nga ankthi. Marceli u ngrit ngadalë, ende duke përpunuar ndryshimin rrënjësor që kishte ndodhur në shtëpinë e tij. Bëri një dush të shpejt, veshi rroba më të përditshme se zakonisht dhe zbriti poshtë për të gjetur një skenë që dukej sikur kishte dalë nga kujtimet e tij më të largëta. Tryeza e ngrënies ishte shtruar me një mbulesë me lule, vajzat ishin ulur në karriget e tyre të preferuara, dhe Lira po shërbente petulla që mbanin erë kanele dhe vanilje. Mirëmëngjes, babi, bërtitën të trija në kor, diçka që nuk ndodhte prej aq shumë kohësh sa Marcelit ju desh të mbështetej në pragun e derës për të mos u lëkundur. Mirëmëngjes, princeshat e mia, u përgjigj ai, zëri ende i ngjirur nga emocioni. Çfarë ere e mrekullueshme është kjo? Teto Lira bëri petulla si ato të mamit, shpjegoi Klea, me gojën plot dhe sytë që i shkëlqenin nga gëzimi. Ajo e mbajti mend recetën që ishte në fletoren e kuzhinës. Marceli shikoi Lirën, e cila ishte me shpinë duke përzier më shumë brum në sobë. Ajo mbante një përparse të thjesht mbi një fustan bojqielli të hapur dhe kishte diçka familjare në mënyrën se si lëvizte nëpër kuzhinë, sikur gjithmonë t'i kishte përkitur atij vendi.
Kur ajo u kthye për ta përshëndetur, ai vuri re se sytë e saj ishin pak të ënjtur, sikur të kishte qarë gjatë natës. Mirëmëngjes, zoti Krasniqi, tha ajo, duke I ofruar një buzëqeshje diskrete. Shpresoj të mos ju bezdis. Vajzat më treguan ku nëna e tyre I ruante recetat e veçanta. Sigurisht që nuk më bezdis, u përgjigj ai, duke u ulur në tryez për herë të parë pas muajsh. Në fakt, kisha harruar që Adriana e kishte atë fletore. Ajo gjithmonë ishte shumë e organizuar me këto gjëra. Lira I shërbeu petullat në pjatën e Marselit dhe ai provoi një pirun. Shia e transportoi menjëherë në mëngjeset e së dielës së kaluar, kur Adriana zgjohej herët për të përgatitur atë mëngjes të veçantë dhe vajzat zbrisnin me vrap me pijama për të garuar se kush do të hante më shumë petulla. Ishte sikur një fantazmë e mirë të ishte kthyer për të vizituar shtëpinë e tij. Si mësove ti bësh saktësisht si ajo, pyeti ai, me kureshtje të sinqertë. Lira u ul në tryez, duke I shërbyer vetes një porcion më të vogël. Nëna ime gjithmonë thoshte se ushqimi mbart shpirtin e atij që e përgatit. Kur ndjekim një recetë të bërë me dashuri, në një farë mënyre lidhim energjinë tonë me atë që e ka krijuar. U përpoqja ta bëj me të njëjtin përkushtim që imagjinoj se e vinte gruaja juaj. Alisa ndaloi së ngrëni dhe e shikoi Lirën me kureshtje. Teto Lira, edhe ti ke humbur dikë të veçantë? Marceli ndjeu që atmosfera u tensionua për një moment, por Lira nuk u duk se u trondit nga pyetja e drejt për drejt e fëmijës. Ajo pastroi duart në pecet dhe I shikoi të tri vajzat me qetësi. Po, Alisa. Kur isha në moshën tuaj, prindërit e mi vdiqën në një aksident. Unë dhe vëllai im shkuam të jetonim me gjyshen time, e cila ishte një grua shumë e mençur. Ajo më mësoi se kur humbasim njerëz që I duam, ata nuk largohen plotësisht. Ata mbeten të gjallë në gjërat e mira që kemi mësuar prej tyre. Besa ndaloi së përzieri lëngun dhe I kushtoi vëmendje. Po gjyshja jote, a është gjallë? Jo më, u përgjigj Lira me një zë të butë, por të vendosur. Ajo ndëroi jetë kur unë mbusha 18 vjeç. Por gjithçka që ajo më mësoi për gatimin, për kujdesin ndaj njerëzve, për gjetjen e gëzimit edhe kur jemi të trishtuar, e gjithë kjo vazhdon të jetoj brenda meje. Dhe tani po ua përcjell juve. Klea u ngrit nga karrigia dhe shkoi te Lira, duke u ngjitur në prerin e saj me natyrshmërinë që prej muajsh nuk e tregonte me askën. Do të kujdesesh për ne? Lira e përqafoi vajzën, por shikoi Marcelin duke I kërkuar leje në heshtje para se të përgjigjej. Ai bëri me kokë në shenjë pohimi, ende I impresionuar nga lehtësia me të cilën kjo grua kishte fituar besimin e vajzave të tij. Do të kujdesem për ju për aq kohë sa babai juaj të lejoj dhe ju të doni, tha ajo, duke puthur majën e kokës së Kleas. Por duhet të kuptoni një gjë të rëndësishme, askush nuk do ta zëvendësoj nënën tuaj. Ajo është e pazvendësueshme. Unë jam këtu për t'ju ndihmuar ta kujtoni atë me gëzim dhe për t'u kujdesur për ju ndërsa zemra juaj e vogël shërohet. Marceli gëlltiti me vështirësi. Kishte diçka në fjalën e Lirës që prekte drejt për drejt plagën e tij më të thellë. Që nga vdekja e Adrianës, ai ishte ndjer I humbur, sikur nuk dinte më si të ishte baba pa partneritetin e saj. Të gjithë njerëzit e tjerë që u përpoqën të ndihmonin dukej se donin të mbushnin zbrazëtinë e lënë nga gruaja e tij, por Lira ishte e para që e pranonte hapur se ajo zbrazëti ekzistonte dhe do të ekzistonte gjithmonë. Pas mëngjesit, vajzat shkuan të luanin në kopsht dhe Marceli mbeti vetëm me Lirën në kuzhinë. Ajo lante enët me lëvizje të kujdesshme dhe ai I fshinte pjatat, duke krijuar një sinkronizim shtëpiak që nuk e kishte përjetuar prej kohësh. Teto Marta më tha se ti punon edhe në vende të tjera, tha ai, duke thyer heshtjen. Po, punoj, u përgjigj Lira, pa ndaluar së lari. Kujdesem për një zonjë të moshuar 3 mëngjese në javë dhe bëj pastrim në 2 shtëpi pas ditëve të së mërkurës dhe së premtes. Në mbrëmje, studioj. Çfarë studion? Pedagogji. Jam në vitin e 2 në fakultetin shtetëror. Gjithmonë kam ëndërruar të punoj me fëmijë, veçanërisht me ata që po kalojnë momente të vështira. Ajo ndaloi për një moment dhe e shikoi drejt për drejt. Kur teto Marta më telefonoi dje duke më thënë se kishte nevojë urgjente për ndihmë me 3 vajza që po vuanin shumë, nuk hezitova. Anulova të gjitha angazhimet e tjera të ditës. Marceli u ndjej I prekur nga përkushtimi I saj, por edhe fajtor. Nuk duhej të humbisje një ditë pune për shkakun ton. Mund ta kompensoj atë që ke lënë pa fituar. Lira buzëqeshi dhe tundi kokën.
Nuk erdha përpara, zoti Krasniqi. Erdha sepse e njoh dhimbjen e tyre. Kur isha fëmijë, pasi humba prindërit, kalova vite pa mundur të buzëqesh. Gjyshja ime provoi gjithçka, më çoi te mjekët, psikologët, por asgjë nuk funksiononte. A e dini se çfarë më bëri të përmirësohem? Çfarë? Një ditë ajo thjesht u ul pranë meje, në dyshemen e oborrit, dhe filloi të qante bashkë me mua. Ajo tha se ishte normale që unë isha e trishtuar, se ishte normale të ndjeja zemërim, se ishte normale të mos doja të luaja. Për herë të parë, dikush më kishte dhënë leje të ndjeja dhimbjen pa u përpjekur të më binte se duhej të isha mirë. Lira fshiu një lot që i shpëtoi ndërsa fliste. Ishte atë ditë që fillova të përmirësohem, sepse kuptova se nuk isha vetëm. Marceli ndaloi së fshiri pjatat dhe e shikoi atë. Dhe pse mendon se arrite të lidheshe me vajzat e mia kur profesionistët e tjerë nuk ja dolën? Sepse unë nuk erdha këtu për t'i shëruar ato, u përgjigj Lira thjesht. Erdha për të qenë me to profesionistët që ju punësuat, sa do të mirë të ishin, vinin me presionin për ta zgjidhur problemin shpejt. Ata duhej të tregonin rezultate, të provonin vlerën e tyre. Unë nuk e kam këtë presion. Unë vetëm dua që ato ta dinë se nuk janë vetëm. Ato fjalë rezonuan thellë te Marceli. Ai kuptoi se ndoshta kishte qenë aq i fokusuar në gjetjen e një zgjidhjeje të shpejtë për vuajtjen e vajzave, saqë kishte harruar thjesht të ishte i pranishëm me to në dhimbje. Ankthi i tij e kishte penguar të ishte babai që ato kishin nevojë. Lira, tha ai, me hezitim. Mund të bëj një pyetje se si e kalove humbjen e prindërve të tu? Ajo mbaroi se lari tenxhere e fundit dhe u kthye nga ai, duke fshirë duart në pecel. Nuk e kam kaluar plotësisht, zoti Krasniqi. Ende më dhemb, edhe pas gati 30 vitesh. Por kam mësuar se është e mundur ta mbash dhimbjen bashkë me gëzimin. Prindërit e mi nuk janë më këtu fizikisht, por ata jetojnë në çdo gjest kujdesi që unë kam për njerëzit e tjerë, në çdo histori që tregoj për ta, në çdo herë që përdor vlerat që ata më mësuan. Po vëllai yt, ai arriti ta përballonte mirë humbjen? Fytyra e Lirës u errësua pak. Vëllai im zgjodhi një rrugë tjetër. Ai mendoi se mënyra më e mirë për të mos vuajtur ishte të përpiqej t'i harronte plotësisht prindërit tanë. Ndryshoi qytet, rrallë flet për ta, ndërtoi një jetë ku e kaluara nuk ekziston. Nuk mund të them se është gabim, çdo person e përballon zinë në mënyrën e vet, por për mua, të harroja do të ishte si t'i vrisja për herë të dytë. Marceli qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përthitur gjithçka që ajo kishte ndarë. Ai kuptoi se në muajt e fundit kishte qenë më afër sjelljes së vëllait të Lirës, duke u përpjekur të ikte dhimbjes, duke u shytur në punë, duke shmangur çdo gjë që i kujtonte Adrianën. A beson se vajzat e mia do të arrijnë të jenë sërish të lumtura? Pyeti ai, me zërin e mbushur me cenueshmëri. Besoj se po, u përgjigj Lira me bindje. Ato janë fëmijë të fortë dhe dashuria që kanë marrë nga nëna e tyre ka krijuar një bazë të fortë brenda tyre. Vetëm kanë nevojë për kohë dhe për dikë që t'i ndihmojë të kuptojnë se është e mundur të nderojnë kujtimin e nënës duke qenë të lumtura, jo duke u ndëshkuar. Në atë moment, Alisa u shfaq me vrap në kuzhinë, duke ndërprerë bisedën e të rriturve. Teto Lira, mund të na mësosh të bëjmë ato biskotat në formë zemre që bënte mami për ditën e nënës? Sigurisht që mundem, u përgjigj Lira duke buzëqeshur. Por së pari do të na duhet të shkojmë në supermarket për të blerë disa përbërës të veçantë. Doni të vini me ne? Mundemi, babi, pyetën të tri vajzat në kor, duke shikuar Marcelin me pritshmëri. Ai shikoi orën. Ishte e mërkur, 10 e mëngjesit. Normalisht, në këtë orë ai do të ishte në zyrë prej 3 orësh, i zhytur në tabela dhe takime. Por kur pa fytyrat plot shpresë të vajzave, entuziazmin që nuk e shite prej muajsh në sytë e tyre, ai mori një vendim që e befasoi. Jo vetëm që mund të shkoni, por do të vi edhe unë, tha ai, duke nxjerrë telefonin nga xhepi për të anuluar angazhimet e mëngjesit. Sa kohë ka që nuk kemi bërë një dalje si familje? Vajzat bërtitën nga gëzimi dhe vrapuan për t'u bërë gati. Lira qëndroi në kuzhinë, duke vëzhguar Marcelin teksa bënte telefonatat për të anuluar takimet. Kur ai mbaroi, ajo ju afrua. Zoti Krasniqi, mund të them diçka? Sigurisht. Dhe mund të më quash Marcel. Marcel, tha ajo, duke provuar emrin. Vajzat e tua nuk kanë nevojë vetëm për një kujdestare. Ato kanë nevojë për baban e tyre.
Unë mund të ndihmoj, mund të jem e pranishme, mund të mësoj dhe të kujdesem. Por dashurinë që ato kanë nevojë për të shëruar plotësisht, vetëm ti mund t'ua japësh. Marceli ndjeu një shtrëngim në kraharor, por nuk ishte nga dhimbja. Ishte nga ndërgjegjësimi, nga përgjegjësia, nga dashuria. E di që kam dështuar me to në muajt e fundit. Isha aq i humbur në dhimbjen time sa harrova se edhe ato po vuanin. Nuk e dështuar, tha Lira me vendosmëri. Po bëje atë që munde në atë moment. Por tani ke mundësinë të bësh ndryshe. Ato duhet ta dinë se edhe pa nënën, ende kanë një familje. Ende të kanë ty, kur vajzat zbritën, të rregulluara dhe të emocionuar për shëtitjen, Marceli ndjeu diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh, dëshirën për të dalë nga shtëpia. Jo për të ikur dhimbjes, por për të krijuar kujtime të reja. Për të qenë sërish baba. Në supermarket, ai vëzhgoi i magjepsur se si Lira ndërvepronte me vajzat. Ajo i linte të zgjidhnin disa artikuj, u shpjegonte se për çfarë shërbente çdo përbërës, e shndërronte një blerje të thjeshtë në një mësim argëtues gatimi. Vajzat qeshnin, bënin pyetje, silleshin si fëmijë normal për herë të parë pas muajsh. Babi, shiko, bërtiti Besa, duke treguar një pako me sheqerka shumë ngjyrëshe. Mami gjithmonë i blinte këto për të dekoruar biskotat. Për një moment, Marceli ndjeu kraharorin t'i shtrëngoi nga përmendja e gruas së tij, por pastaj shikoi buzëqeshjen e së bijës dhe kuptoi se ajo po e kujtonte Adrianën me gëzim, jo me trishtim. Kjo ishte ajo që Lira ishte përpjekur t'i shpjegonte, ishte e mundur të nderoje kujtimin duke qenë i lumtur. Në kthim për në shtëpi, vajzat ishin në sediljen e pasme duke kënduar këngë që Lira ua kishte mësuar, dhe Marceli ngiste makinën me një ndjenjë plotësie që nuk e kishte përjetuar prej muajsh. Kur arritën, ato vrapuan në kuzhinë për të filluar bërjen e biskotave, dhe ai u përgatit të merrte pjesë në aktivitet në vend që të mbyllej në zyrë siç bënte zakonisht. Ndërsa përziente brumin pranë Alisës, Marceli shikoi Lirën dhe kuptoi se ajo kishte sjell shumë më tepër se teknika të kujdesit për fëmijën në shtëpinë e tij. Ajo kishte sjell shpresë. Dhe për herë të parë që nga vdekja e Adrianës, ai besoi se familja e tij mund të ishte sërish e lumtur. Një javë kishte kaluar që kur Lira kishte mbërritur në shtëpinë e krasniqeve dhe transformimi ishte pothuajse i mrekullueshëm. Vajzat zgjoheshin duke kënduar, vraponin nëpër shtëpi me energjinë që duhet të kenë fëmijët 7 vjeçar, dhe Marceli kishte filluar të vinte më herët nga puna për të ngrënë darkë me familjen. Shtëpia, që për muaj të tërë ishte dukur si një mauzole i heshtur, tani u shtonte sërish nga jeta. Atë të enjte në mëngjes, ndërsa vajzat ishin në shkollë, Lira vendosi të bënte një pastrim më të thellë në shtëpi. Teto Marta i kishte përmendur se kishte disa dhoma ku askush nuk hynte prej muajsh, dhe Lira ndjente se ishte e rëndësishme që të gjitha hapësirat e shtëpisë të fillonin të merrnin frym përsëri. Ajo filloi nga dhoma e ndenjes, pastaj kaloi në bibliotekë dhe më në fund arriti në korridorin e katit të dytë, ku një derë qëndronte gjithmonë e mbyllur. Kjo është zyra që përdorte zonja Adriana, i kishte shpjeguar teto Marta disa ditë më parë, me zë të ulët dhe plot respekt. Zoti Marcel nuk arrin të hyjë atje që kur ajo u largua. Thotë se ende ndjen parfumin e saj kur hap derën. Lira qëndroi para derës për disa minuta, duke menduar nëse duhej apo jo të hynte. Nuk donte të pushtonte një hapësirë të shenjtë, por diçka në zemrën e saj i thoshte se ajo dhomë kishte nevojë për kujdes, kishte nevojë të bëhej sërish pjesë e shtëpisë. Ajo rrotulloi dorezën ngadalë dhe shtyu derën. Ajri që doli nga dhoma ishte i ngarkuar me kujtime. Vërtet kishte një parfum të lehtë në ajër, një përzierje jasemini dhe sandali që duhet t'i kishte përkitur Adrianës. Drita që hynte nga dritaret ndriçonte një tavolinë pune të organizuar, me projekte arkitekturore të shpërndara saktësisht siç ishin lënë. Kishte bimë që për mrekulli ishin ende gjallë, të ujitura nga teto Marta në kujdesin e saj të heshtur për shtëpinë. Lira hyri ngadalë, me respektin e dikujt që viziton një tempull. Muret ishin plot me foto të familjes, Marceli dhe Adriana ditën e dasmës, vajzat kur ishin bebe, momente pushimesh në plazhe parajsore, festa ditëlindjesh plot gëzim. Ishte si një muze i lumturisë që ajo familje kishte jetuar. Në tavolinë, përveç projekteve të arkitekturës, kishte fletore personale, agjenda dhe disa libra mbi dizajnin e brendshëm. Lira filloi të organizonte gjithçka me kujdes, duke pastruar pluhurin që ishte grumbulluar, kur gjeti një sirtar që ishte paksa i hapur. Ajo e hapi me delikatesë dhe gjeti diçka që ja bëri zemrën të rrite më shpejt, një ditar me kopertinë të kuqe me fjalën kujtime të shkruar me shkronja të arta.
Me duart që i dridheshin lehtë, Lira hapi ditarin. Faqet ishin plot me shkrimin delikat të Adrianës, duke treguar momente të përditshme, reflektime mbi amësinë, receta të veçanta të shënuara me zemra dhe lista të traditave familjare që ajo bënte çmos t'i mbante. Lira po kthente faqet ngadalë, duke u ndjerë si një ndërhyrëse, por në të njëjtën kohë e magjepsur nga personaliteti i ngrohtë që buronte nga çdo fjalë e shkruar. Sot vajzat mbushën 6 vjeç, shkruaj në një faqe të marsit të vitit të kaluar. Bëm festën me temë princeshash që ato e donin aq shumë. Marceli u vesh si mbret dhe kaloi gjithë ditën duke bërë zë qeshara. Alisa qeshi aq shumë sa gati sa nuk e vjelli tortën. Besa vizatoi një kështjellë gjigante në murin e dhomës me shkumsa me ngjyra, dhe në vend që të ziheshim, vendosëm se do të ishte dekori i përhershëm i mbretërisë së tyre. Klea kaloi gjithë ditën me kuror, fjeti me kuror, dhe tha se donte të ishte princesh për gjithmonë. Momente si këto më bëjnë të kuptoj se jam gruaja më me fat në boll. Lira ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Gëzimi që vërshonte nga ato fjalë kontrastonte dhimbshëm me heshtjen që kishte dominuar shtëpinë në muajt e fundit. Ajo vazhdoi të lexonte, duke zbuluar receta biskotash speciale për ditët me shi, plane për të ridekoruar dhomën e vajzave, reflektime se si të ishte një nën më e mirë. Dhe pastaj, pothuajse në fund të ditarit, Lira gjeti një faqe që e bëri të ndalonte plotësisht. Ishte një listë me titull Ditëlindja e princeshave të mia, 8 vjet. Data ishte shënuar për 6 ditë më vonë. Lira kontrolloi kalendarin në celular 2 herë për t'u siguruar. Po, ditëlindja e trenjakeve do të ishte të mërkurën e ardhshme, dhe nga sa mund të kuptonte, askush në shtëpi nuk e kishte përmendur datën. Lista ishte e detajuar dhe plot dashuri, të zgjohem herët dhe të dekoroj dhomën e ngrënjes me tullumbace roz, lejla dhe bojqielli, ngjyrat e tyre të preferuara, mëngjes i veçantë, petulla në formë zemre me fruta dhe çokoladë, fustane të reja. Roz për Alisën, ajo adhuron ngjyrat e gjalla, Lejla për Besën, përputhet me personalitetin e saj ndërimtar, bojqielli për Klean, është ngjyra që e qetëson, tort me çokoladë me mbushje brigadeiro, receta e nënës sime që vajzat e adhurojnë, shëtitje në liçenin artificial të Tiranës për të hipur në pedalino, traditë që nga mosha 4 vjeç, darkë në pizzerinë të Roberti, ato gjithmonë porosisin të njëjtën, margherita për Alisën, me sallam pikant për Besën, 4 djathëra për Klean, seancë filmi në shtëpi me kokoshka dhe çokoladë të nxehtë, shumë e rëndësishme, t'u tregoj historinë se si lindën dhe si secila është e veçantë dhe unike, edhe pse janë trenjake poshtë listës. Kishte një shënim të shkruar me shkrim të dridhur, I kur të ishte bërë me nxitim, nëse diçka ndodh me mua para ditëlindjes së tyre, dua që dikush ta bëjë këtë festë saktësisht kështu. Ato meritojnë të festojnë jetën, meritojnë të dinë se janë të dashura, meritojnë të ndjejnë se ekzistojnë në botë në mënyrë të veçantë. Ju lutem, mos lejoni që mungesa ime t'ua heqë të drejtën për të qenë të lumtura. Lirës ju desh të ulej në karrigen e Adrianës, aq i madh ishte emocioni që e pushtoi. Ajo grua, edhe pse parandjente se diçka mund të ndodhte, kishte lënë udhëzime të detajuara për të siguruar që vajzat e saj të vazhdonin të festoheshin. Ishte një akt dashurie aq i pastër dhe altruist sa që Lira u ndje thellësisht e prekur. Ajo shikoi përsëri kalendarin. 6 ditë. Ditëlindja do të ishte të mërkurën e ardhshme, dhe nga sjellja e Marcelit javët e fundit, ishte e qartë se ai e kishte harruar plotësisht datën. Jo nga ligësia apo pakujdesia, por sepse dhimbja ja kishte fshirë nga kujtesa të gjitha festimet që dikur e gëzonin atë shtëpi. Lira qëndroi ulur aty për gati 1 orë, duke rilexuar udhëzimet dhe duke menduar se çfarë duhej të bënte. A do të ishte e drejtë të merrte një vendim kaq të rëndësishëm pa u konsultuar me Marcelin? Po sikur ai të zemërohej që ajo kishte prekur gjërat e Adrianës? Po sikur ai të mos donte të festonte ditëlindjen sepse do të ishte shumë e dhimbshme? Nga ana tjetër, ajo mendoi për vajzat. Se si Alisa kishte filluar të buzëqeshte përsëri, se si Besa kishte filluar të vizatonte përsëri, se si Klea kishte filluar të pranonte përsëri për këdhelje. Ato po shëroheshin, por i zbulonin gëzimin e të jetuarit. A do të ishte e drejtë t'i privonte ato nga festimi që vetë nëna e tyre e kishte planifikuar me aq shumë dashuri? Lira mbylli ditarin dhe e shtrëngoi pas gjoksit. Ajo mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka, do ta organizonte ditëlindjen saktësisht siç e kishte planifikuar Adriana, por do ta bënte këtë në fshehtësi. Nuk do t'i tregonte asgjë Marcelit deri në momentin e fundit, për të shmangur që ai të anulonte gjithçka nga frika e dhimbjes.
Dhe më e rëndësishmja, do të bënte gjithçka pa u përmendur vajzave se kishte gjetur ditarin, në mënyrë që ato ta përjetonin surprizën në mënyrë natyrale. Gjatë pjesës tjetër të mëngjesit, Lira pastroi zyrën me kujdesin maksimal, duke lënë gjithçka të organizuar por duke respektuar vendosjen origjinale të objekteve. Ajo e ruajti ditarin në një sirtar të fshehtë të tavolinës së saj dhe e mbylli derën me çelës kur doli. Mendja e saj tashmë po punonte për përgatitjet, duhej të blinte fustanet pa e kuptuar vajzat, të porosiste tortën në pastiqerinë e duhur, të dekoronte shtëpinë pa ngjallur dyshime. Kur vajzat u kthyen nga shkolla, Lira i priti normalisht, por i vëzhgoi secilën prej tyre me një sy të ri. Alisa, ekstroverte dhe plot energji, që vërtet i donte ngjyrat e gjalla. Besa, ndërrimtare dhe artistike, që kishte filluar të vizatonte sërish skica të vogla. Klea, e ndjeshme dhe e dashur, që gjithmonë kërkonte ngjyrat më të buta në rroba. Teto Lira, tha Alisa gjatë drekës, në shkollë mësuesja pyeti kur e kam ditëlindjen dhe unë nuk dija t'i përgjigjesha mirë. Ka kaq shumë kohë që nuk festojmë saqë gati e kam harruar. Zemra e Lirës u shtrëngua. Dhe kur është, e dashur? Javën tjetër, mendoj, u përgjigj Alisa, e pasigurt. Por nuk e di nëse do të bëjmë fest këtë vit. Babi duket i trishtuar kur flasim për ditëlindje. Besa ndaloi së ngjyrosuri vizatimin që po bënte dhe shikoi Lirën. Mami gjithmonë bënte festa të bukura për ne. Ajo dekoronte gjithë shtëpinë dhe bënte atë tortën gjigante me çokoladë. Dhe ajo blinte fustane të reja për secilën prej nesh, plotësoi Klea, me sytë që i shkëlqenin nga kujtimi. Ajo thoshte se në ditëlindje duhej të ndiheshim si princesha. Lira ndjeu një përzierje trishtimi dhe vendosmërie. Ishte e qartë se vajzat donin të festonin, se ruanin kujtime të dashura nga ditëlindjet e kaluara, por ishin të pajtuara me faktin se nuk do t'i kishin më këto gëzime për shkak të mungesës së nënës. A do të donit të kishit një fest këtë vit? Pyeti ajo, duke u shtirur si e shkujdesur. Sytë e të trijave u ndriçuan menjëherë, por shpejt u shuan përsëri. Mendoj se babi do të mërzitej, tha Alisa. Ai gjithmonë mërzitet kur kujtojmë mamin. Po sikur festa të ishte një mënyrë për ta kujtuar mamin me gëzim, jo me trishtim, sugjeroi Lira. A mendoni se ajo do të ishte e lumtur t'ju shitet të trishtuara ditën e ditëlindjes suaj? Vajzat mbetën të menduara. Ishte Klea që u përgjigj me ndjeshmërinë e saj karakteristike. Mami gjithmonë thoshte se ditëlindja jon ishte dita më e lumtur e jetës së saj. Ajo tregonte se kur ne lindëm, ajo qau nga gëzimi i madh. Atëherë ndoshta ajo dëshiron që ju të ndjeni gëzim edhe në këtë ditë, tha Lira butësisht. Atë pas dite, pasi vajzat shkuan të luanin në kopsht, Lira filloi në mënyrë diskrete përgatitjet e saj. Telefonoi 3 dyqane rrobash për fëmijë dhe u kërkoi të ndanin fustane në ngjyrat dhe masat që Adriana kishte specifikuar. Kërkoi pastiqeri që bënin torta me çokoladë dhe brigadeiro dhe bëri porosi që të dorëzohej të martën. Kur Marceli erdhi nga puna, më herët siç ishte bërë zakon, Lira e vëzhgoi me kujdes. Ai dukej më i lehtë, më i pranishëm, por ende mbante një melankoli në sy që ajo e njihte mirë. Ishte melankolia e dikujt që ende luftonte për të pranuar se jeta mund të ishte sërish e mirë. Gjatë darkës, vajzat treguan për ditën në shkollë, bën plane për fundjavën dhe Marceli mori pjesë në bisedë në mënyrë të sinqertë për herë të parë pas muajsh. Lira kuptoi se ai vërtet po i lidhej me vajzat, por gjithashtu vuri re se ai shmangte me kujdes çdo përmendje të datave speciale apo festimeve. Pasi vajzat shkuan të flinin, Marceli dhe Lira mbetën vetëm në kuzhinë, siç ishte bërë zakon. Ai ndihmonte në rregullimin e enëve dhe ata bisedonin për ditën. Lira po vdiste nga dëshira të përmendte ditëlindjen, të pyeste nëse ai e mbante mend datën, por diçka e pengonte. Lira, tha ai papritur, duke ndërprer mendimet e saj. Dua të dish sa mirënjohës jam për gjithçka që ke bërë për ne. Vajzat janë ndryshe, janë sërish të gjalla. Dhe unë gjithashtu po ndihem ndryshe. Si kështu? Pyeti ajo. Marceli ndaloi së fshiri pjatën që kishte në duar dhe e shikoi drejt për drejt. Për herë të parë që kur vdiq Adriana, mund të imagjinoj një të ardhme. Jo një të ardhme të lumtur ende, por të paktën një të ardhme ku vajzat e mia mund të buzëqeshin, ku kjo shtëpi mund të ketë sërish jetë. Lira ndjeu kraharorin t'i shtrëngohej. Ishte pikërisht për këtë arsye që ajo duhej ta organizonte ditëlindjen.
Marceli po shëroi gjithashtu, por duhej të kuptonte se të festoje jetën nuk do të thoshte të harroje apo të mos respektoje kujtimin e Adrianës. Marcel, tha ajo me kujdes, mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. Si do të donte Adriana që ju të jetonit pa të? A do të donte që ju të ishit gjithmonë të trishtuar, apo do të donte që ju të gjenit mënyra për të qenë të lumtur edhe me mallin? Marceli qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Kur më në fund u përgjigj, zëri i tij ishte i dridhur nga emocioni. Adriana ishte personi më bujar që kam njohur. Ajo gjithmonë thoshte se dashuria e vërtet është të duash të mirën e personit të dashur, edhe nëse kjo do të thotë ta lësh të lirë të jetë i lumtur pa ty nëse ajo do të ishte këtu. Jam i sigurt se do të ishte e zemëruar me mua që i kam lënë vajzat të trishtuara për kaq shumë kohë. Atëherë ndoshta është koha të filloni të jetoni në një mënyrë që ajo do ta miratonte, sugjeroi Lira. Atë natë, Lira qëndroi zgjuar deri vonë duke planifikuar çdo detaj të ditëlindjes. Bëri lista, kërkoi furnitor, llogariti kohën. E dinte se po merrte një rrezik të madh. Nëse Marceli do ta zbulonte para kohë dhe do të vendoste të anulonte gjithçka, vajzat do të shkatërroheshin. Por ajo gjithashtu e dinte se ndonjëherë duhet të marrësh rreziqe kur bëhet fjalë për dashurinë. Të premten në mëngjes, Lira doli herët me justifikimin se duhej të bënte pazar për shtëpinë. Në të vërtetë, shkoi në qendrën tregtare për të marrë fustanet që kishte porositur. Kur pa veshjet, gati sa nuk qau. Ishin saktësisht siç i kishte përshkruar Adriana, një fustan ros i gjallë që Alisa do ta adhuronte, një lejla delikat perfekt për besën dhe një bojqielli i butë që do të përputhej në mënyrë perfekte me personalitetin e Kleas. Ajo i fsheu fustanet në bagazhin e makinës së saj dhe u kthye në shtëpi sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Gjatë fundjavës, ajo vazhdoi të sillej normalisht, por vëzhgoi çdo reagim të vajzave, çdo fjalë të Marcelit, duke u përpjekur të vlerësonte nëse po merrte vendimin e duhur. Të dielën në mbrëmje, 3 ditë para ditëlindjes, Lira u kthye në zyrën e Adrianës. Ajo mori përsëri ditarin dhe rilexoi udhëzimet, duke mësuar përmendësh çdo detaj. Ishte sikur Adriana të ishte aty, duke i përshpëritur në vesh, duke i kërkuar të kujdesej për vajzat e saj. Do ta bëj të ndodh, përshpëriti Lira para fotos së Adrianës në tavolinë. Ato do të kenë ditëlindjen që ti planifikove. Të premtoj. Të hënën, Lira filloi përgatitjet përfundimtare. Bleu tullumbace, zbukurime, përbërës të veçantë. Konfirmoi dorëzimin e tortës. Kërkoi restorantin që Adriana kishte përmendur dhe bëri një rezervim. Çdo hap ishte një akt besimi, një bazë se dashuria do të mposhte frikën. Të martën në mbrëmje, në prag të ditëlindjes, Marceli erdhi në shtëpi më i lodhur se zakonisht. Ai kishte pasur një ditë të vështirë në zyrë, plot takime dhe vendime komplekse. Lira shërbeu darkën dhe vëzhgoi se si ai ndërvepronte me vajzat, duke u përpjekur të vlerësonte gjendjen e tij emocionale. Pasi vajzat shkuan të flinin, ajo më në fund mori guximin. Marcel, tha ajo, ndërsa mbaronin së rregulluari kuzhinën. Duhet të tregoj diçka të rëndësishme. Ai ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi, duke kuptuar seriozitetin në zërin e saj. Çfarë ka ndodhur? Lira mori frym thellë. Ishte tani ose kurrë. Nesër është ditëlindja e vajzave. Ato bëjnë 8 vjeç. Fytyra e Marcelit u zbe menjëherë. Ai u mbështet në banakun e kuzhinës sikur të kishte marrë një grusht në stomak. Si kështu? Nesër unë e kam harruar plotësisht. E di, tha Lira butësisht. Dhe prandaj organizova gjithçka. Gjeta udhëzimet që la Adriana dhe përgatita saktësisht festën që ajo kishte planifikuar. Marceli e shikoi me një përzierje habje, mirënjohje dhe paniku. Ti e bëre këtë pa u konsultuar me mua? E bëra, pranoi ajo, pa kërkuar falje. Sepse e dija që nëse do të tregoja më parë, do të anuloje gjithçka nga frika e dhimbjes. Por Marcel, vajzat e tua duhet ta dinë se ende meritojnë të festohen. Ato duhet ta dinë se mungesa e nënës nuk do të thotë fundi i gëzimit. Ai qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përpunuar gjithçka. Lira mund të shihte betejën që ndodhte brenda tij, frika e vuajtjes kundër dashurisë për vajzat. Po sikur të jetë shumë e dhimbshme, pyeti ai më në fund. Po sikur të mos arrit të shtirem se gjithçka është në rregull. Atëherë nuk shtire, u përgjigj Lira. Ti e ndjen dhimbjen, por e ndjen bashkë me dashurinë.
Ti feston vajzat e tua dhe nderon kujtimin e Adrianës në të njëjtën kohë. Nuk ke nevojë të zgjedhësh midis dashurisë për të dhe dashurisë për jetën. Në atë moment, Marceli mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka për familjen e tij. Ai shikoi Lirën me lot në sy dhe pohoi me kokë. Në rregull, tha ai. Le ti festojmë vajzat e mia mëngjesi I së mërkurës zbardhi me një qiell blu kristal mbi rrugën e palmave, sikur edhe natyra të konspironte që ajo ditë të ishte e veçantë. Lira u zgjua në 5 të mëngjesit, me zemrën që I rrite shpejt dhe një përzierje ankthi dhe entuziazmi që I përshkonte venat. Pas bisedës me Marcelin mbrëmjen e kaluar, mezi e kishte zënë gjumi, duke menduar për çdo detaj që duhej ekzekutuar në mënyrë perfekte. Ajo zbriti në kuzhinë në heshtje, duke u kujdesur të mos zgjonte askën. Kishte shumë punë përpara dhe donte që gjithçka të ishte gati kur festueset e ditëlindjes të zbrisnin për mëngjes. Së pari, ajo telefonoi furnitorin e tullumbaceve duke konfirmuar se dorëzimi do të bëhej brenda 2 orësh. Pastaj, verifikoi nëse torta do të mbërrinte në orarin e caktuar. Çdo telefonat ishte e përshpëritur, çdo lëvizje e llogaritur për të ruajtur surprizën. Në orën 6, Marceli zbriti në kuzhinë. Sytë e tij ishin të kuq, duke treguar se edhe ai kishte kaluar një natë të vështirë, por kishte diçka ndryshe në qëndrimin e tij. Një vendosmëri që Lira nuk e shihte prej muajsh. Mirëmëngjes, tha ai, zëri ende I ngjirur nga gjumi dhe emocioni. Nuk arrita të flija mirë duke menduar për sot. Është normale, u përgjigj Lira duke përgatitur kafen. Edhe unë isha nervoze. Por gjithçka do të shkojë mirë, do ta shohësh. Marceli u ul në tryezën e kuzhinës dhe e shikoi atë. Lira, para se të fillojmë, duhet të falenderoj. Nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur me familjen time nëse ti nuk do të ishe shfaqur. Dhe ajo që bëre dje, duke organizuar gjithë këtë, asnjë nga njerëzit e tjerë që u përpoqën të na ndihmonin nuk do të kishte pasur këtë guxim. Nuk ishte guxim, tha Lira, duke shërbyer kafen. Ishte dashuri. Kur e do dik, bën atë që duhet bërë, edhe pse është e frikshme. Ata punuan së bashku gjatë orës së ardhshme, duke transformuar dhomën e ngrënies. Marceli zbuloi se ende e mbante mend se ku I ruante Adriana dekorimet e veçanta, dhe shkoi në Papafingo për të marrë kutitë që prej muajsh askush nuk I prekte. Kur hapi kutinë e parë, aroma e dekorimeve solli një orë kujtimesh që gati sa nuk e rrëzuan. Këto janë të njëjtat dekorime që ajo përdori në ditëlindjen e tyre të 6, tha ai, duke mbajtur një girlandë prej letre krepi roz. Më kujtohet se e kam ndihmuar të bëj secilin nga këto zbukurime. Lira ndaloi atë që po bënte dhe ju afrua. Do të ndalojmë? A është shumë e dhimbshme? Marceli mori frym thellë, mbylli sytë për një moment dhe pastaj e shikoi me vendosmëri të ri për të rirë. Jo. Është e dhimbshme, por është një dhimbje e mirë. Është dhimbja e dashurisë, jo e braktisjes. Le të vazhdojmë. Ata varën tullumbace roz, Leila dhe bojqielli në të gjithë dhomën. Shpërndan konfeti mbi tavolina. Montuan një panel me foto të vajzave që nga fëmijëria, duke përfshirë disa ku shfaqeshin me Adrianën, të qeshura dhe plot jetë. Ambienti u transformua në një mbretëri të vërtet fëmijësh, saktësisht siç përshkruanin udhëzimet e ditarit. Në orën 8, kur përgatitjet ishin pothuajse gati, ata dëgjuan hapa në katin e sipërm. Vajzat po zgjoheshin. Lira dhe Marceli shkëmbyen një shikim nervoz. Po sikur të mërziten, pyeti ai, frika duke e pushtuar sërish. Po sikur të gëzohen, u përgjigj Lira. Do ta zbulojmë. Hapat zbritën shkallët ngadalë, siç bënin gjithmonë. Alisa u shfaq e para, ende me pijama dhe me flokët e shpupuritur, e ndjekur nga Besa dhe Klea. Të trija po ecnin drejt kuzhinës kur Alisa ndaloi papritur. O njerëz, tha ajo, me një zë të çuditshëm. Ka diçka ndryshe në dhomën e ndenjes. Të trija ju afruan hyrjes së dhomës së ngrënies dhe, kur pan dekorimin, thjesht ndaluan. Për një moment që u duki përjetshëm, ato qëndruan aty, të palvizshme, me sytë e zgurdulluar, duke përpunuar atë që shihnin. Është për ne, pyeti Besa, me zërin pothuajse të përshpëritur. Marceli doli nga kuzhina, me Lirën pas tij. Kur vajzat e pan, buzëqeshën nervozisht, sikur të kërkonin leje për të qenë të lumtura. Gëzuar ditëlindjen, princeshat e mia, tha ai, zëri I dridhur nga emocioni. Ju bëni 8 vjeç sot. Për një sekond, asgjë nuk ndodhi.
Pastaj, sikur të ishte qarë një digë, të 3 vajzat bërtitën nga gëzimi dhe vrapuan për të përqafuar baban e tyre. Ato kërcyen, qeshën, qanë, të gjitha në të njëjtën kohë. Marceli i mbështolli në krah, duke ndjerë zemrën t'i shpërthente nga një lumturi që kishte harruar se ishte e mundur. Mendova se e kishe harruar, bërtiti Alisa, me lotët që i rridhnin në faqe. Mendova se nuk do të kishim më festa ditëlindjeje, tha Besa, e ngjitur në qafën e babait. Klea, gjithmonë më e ndjeshme, shikoi baban me sytë e saj të mëdhenj dhe pyeti, a do t'i pëlqente mamit festa jon? Marceli u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e saj, duke mbajtur të 3 vajzat në krah. Mamit jo vetëm që do t'i pëlqente. Ajo do ta adhuronte. Në fakt, ishte ajo që e planifikoi gjithë këtë. Vajzat e shikuan të habitura. Ishte Lira që shpjegoi, duke treguar ditarin e kuq që kishte sjell nga zyra. Nëna juaj la udhëzime të detajuara se si donte të ishte ditëlindja juaj. Çdo detaj i këtij dekorimi, çdo ngjyrë e këtyre tullumbaceve, gjithçka ishte ideja e saj. Ajo donte të sigurohej se ju do të festoheshit, edhe nëse ajo nuk mund të ishte këtu. Vajzat e kaluan mëngjesin duke eksploruar çdo cep të dekorimit, duke zbuluar surpriza që Adriana kishte planifikuar. Kishte letra të fshehura pas pikturave, dhurata të vogla të mbështjella që Lira i kishte bler duke ndjekur sugjerimet e ditarit dhe madje edhe një listë këngësh që Adriana e kishte krijuar në kompjuter me këngët e preferuara të vajzave. Mëngjesi ishte magjik. Lira përgatiti petullat në formë zemre, saktësisht siç ishte shkruar në ditar, dhe vajzat i glabëruan të gjitha me një oreks që nuk e kishin treguar prej muajsh. Marceli mori pjesë në çdo moment, duke bërë pyetje për ëndrat e tyre, duke treguar shaka pa krip, duke qenë babai i pranishëm që kishte harruar si të ishte. Babi, tha Alisa në mes të mëngjesit, ti dukesh ndryshe sot. Ndryshe si, pyeti ai. Më i gëzuar. Më i pranishëm. Si që ishe para se mami të ikte. Marceli ndjeu një shtrëngim në kraharor, por jo nga dhimbja. Ishte nga mirënjohja. Kjo sepse kuptova diçka të rëndësishme, Alisa. Unë mund të ndjej mall për mamin dhe prapse prap të jemi lumtur me ju. Njëra gjë nuk e anulon tjetrën. Pas mëngjesit, erdhi momenti që Lira e priste më shumë, dorëzimi i fustaneve. Ajo i kishte fshehur kutit në bagazhin e makinës dhe, me ndihmën e Marcelit, i solli të gjitha në dhomë. Këto janë surprizat e fundit që mami planifikoi, tha ajo, duke i dhënë nga një kuti secilës vajzë. Kur Alisa hapi kutin dhe pa fustanin roz të gjallë, ajo bërtiti nga gëzimi. Është saktësisht ngjyra që unë e dua më shumë. Si e dinte mami? Besa mbajti fustanin Leila pranë trupit dhe u rrotullua nëpër dhomë. Është perfekt. Duket sikur është bërë posaçërisht për mua. Klea, më e përmbajtur, përqafoi fustanin bojqielli dhe pëshpëriti. Mami e mbajti mend se bluja është ngjyra që më qetëson. Nëna juaj e njihte se cilën prej jush thellësisht, tha Lira. Ajo e dinte saktësisht se çfarë do t'ju bënte të lumtura. Vajzat vrapuan për t'u ndëruar dhe kur zbritën të veshura, dukeshin vërtet si 3 princesha të vogla. Marceli i shikoi dhe pa Adrianën në çdo lëvizje, në çdo buzëqeshje, në çdo gjest. Por në vend të dhimbjes që zakonisht ndjente, ai ndjeu një lidhje të thellë me gruan e tij, sikur ajo të ishte aty, duke marrë pjesë në festë përmes vajzave. Torta mbërriti saktësisht në mesditë. Ishte një vepër arti prej çokolate me brigadeiro, saktësisht siç e kishte specifikuar Adriana. Kur dorëzuesi u largua, Lira ndezi 8 qirinj dhe i thiri të gjithë në dhomë. Para se të këndojmë shumë urime, tha ajo, kam diçka për t'ju lexuar. Ajo hapi ditarin në faqen ku Adriana kishte shkruar letrën e papërfunduar për vajzat. Me zërin e dridhur, ajo lexoi, princeshat e mia të dashura, nëse po e dëgjoni këtë, do të thotë se diçka ka ndodhur me mua dhe unë nuk mund të jem aty për të festuar me ju. Por dua të dini se edhe pse nuk jam fizikisht e pranishme, unë jam këtu në të gjitha mënyrat që kanë rëndësi. Jam në dashurinë që ndjeni për njëra tjetrën, jam në kujdesin që babai juaj ka për ju, jam në çdo të qeshur që do të bëni, në çdo ëndër që do të realizoni. Dua t'i premtoni mamit një gjë, kur mos ndaloni së festuari jetën. Kur mos ndaloni së buzëqeshuri, së ëndërruari, së dashuruari. Ju jeni vajzat më të veçanta në botë dhe meritoni gjithë lumturinë që jeta mund t'ju ofrojë. Dashuria që kam për ju është e përjetshme dhe asgjë, as vdekja, nuk mund ta ndryshojë atë.
Gëzuar ditëlindjen, të voglat e mia qofshi gjithmonë të lumtura. Nuk kishte sy të thatë në dhomë. Marceli qante hapur, por ishin lot dashurie dhe mirënjohjeje, jo dëshpërimi. Vajzat u përqafuan me njëra tjetrën dhe me baban, dhe të gjithë ndjen një prani të ngrohtë në ambient, sikur Adriana të ishte vërtet aty me ta. Ata kënduan në shumë urime me zëra të dridhur, i frynqirinve së bashku, dhe hëngrën tortën me çokoladë më të shijshme që ndonjëri prej tyre mbante mend. Pjesa tjetër e pasdites kaloi fluturimthi. Bën saktësisht atë që Adriana kishte planifikuar, shkuan në liçenin artificial të Tiranës për të hipur në Pedalino, darkuan në pizzerinë të Roberti ku pronari ende i mbante mend vajzat dhe bëri çmos t'u bënte një ulje speciale, dhe u kthyen në shtëpi për një seancë filmi me kokoshka dhe çokoladë të nxehtë. Gjatë filmit, Alisa u mbështoll në prerin e babait, Besa u shtri në divan me kokën në shpatullën e Lirës, dhe Klea qëndroi midis dy të rriturve, duke mbajtur dorën e secilit. Ishte një imazh i një familjeje të ribër, ndryshe nga origjinali, por plot dashuri dhe lidhje. Kur vajzat shkuan në shtrat të raskapitura por rrezatuese nga lumturia, Marceli dhe Lira mbetën vetëm në dhomë, duke vëzhguar mbetjet e festës, tullumbace të shfryra, pjata të zbrazta, buzëqeshje të stampuara në çdo foto që kishin bërë gjatë ditës. Lira, tha Marceli, pas një heshtjeje të gjallë. Ti shpëtove familjen time. Nuk e shpëtova, u përgjigj ajo. Thjesht ju ndihmova të rigjenit njëri tjetrin. Marceli u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke parë kopshtin ku vajzat kishin luajtur gjatë pasdites. Adriana do ta kishte adhuruar ta shihte gjithë këtë. Do ta kishte adhuruar të njëjtë. Ndihem sikur e njoh, tha Lira. Përmes vajzave, përmes gjërave që ajo la, përmes dashurisë që ju keni për të. Ajo duket se ka qenë një grua e jashtëzakonshme. Ishte, konfirmoi Marceli. Dhe ti gjithashtu je. Ata biseduan deri vonë, duke planifikuar ditët e ardhshme, duke folur për ndryshimet që kishin ndodhur në familje. Marceli tregoi se kishte vendosur të zvogëlonte orarin e punës për të kaluar më shumë kohë me vajzat. Lira foli se si i shihte vajzat duke evoluar, duke u bërë më të sigurta dhe më të gëzuara çdo ditë. Të premten pasuese, Marceli e thiri Lirën për një bisedë në zyrën e tij. Ai dukej nervoz, por edhe i vendosur. Lira, filloi ai, duhet të bëj një propozim. Ajo priti, kurioze. Kam hetuar historinë tënde dhe zbulova gjëra që më impresionuan shumë. Ti punon në 3 punë të ndryshme për të paguar fakultetin e pedagogjisë, je studentja më e mirë e klasës dhe prapse gjen kohë të përkushtohesh plotësisht ndaj njerëzve që kanë nevojë për kujdes. Marceli bëri një pauzë, mori frym thellë dhe vazhdoi. Dua të ofroj një punë të përhershme këtu. Do të ishe edukatorja dhe kujdestarja jonë zyrtare. Pag e plot, të gjitha përfitimet, banim këtu në shtëpi nëse dëshiron, dhe unë do të paguaja plotësisht fakultetin tënd deri në përfundim. Lira mbeti pa fjalë për disa sekonda. Marcel, kjo është shumë bujare, por... Nuk është bujari, e ndërpreu ai. Është nevojë. Ti nuk je thjesht një punonjëse për ne. Ti je bërë pjesë e kësaj familjeje. Vajzat të duan, unë të besoj plotësisht, dhe më e rëndësishmja, ti solle diçka në këtë shtëpi që asnjë para nuk mund ta blej. Ti solle shpresë. Lira ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Dhe mund të vazhdoja të studioja? Sigurisht. Madje, kur të diplomohesh, do të doja të konsideroje hapjen e një shkolle të vogël këtu, në terrenin e shtëpisë. Jam i sigurt se ka familje të tjera që po kalojnë atë që kaluam ne, fëmijë të tjerë që kanë nevojë për llojin e kujdesit që ti ofron. Pranoj, tha Lira, pa hezituar më. Pranoj me gjithë zemër. Ata u përqafuan dhe Marceli ndjeu se më në fund familja e tij ishte sërish e plotë. Ndryshe nga më parë, por e plotë. Kur ua treguan lajmin vajzave, reagimi ishte shpërthyes. Ato kërcyen, bërtitën, bën një rreth dhe kërcyen nëpër dhomë. Alisa sugjeroi të përgatisnin një kontratë familjare ku të gjithë do të nënshkruanin duke premtuar se do ta donin dhe do të kujdeseshin për njëri tjetrin përgjithmonë. Besa tha se do të vizatonte një portret zyrtar të familjes së re. Klea, pragmatike si gjithmonë, pyeti nëse kjo do të thoshte se do të kishte gjithmonë dikë për të bërë petulla kur të donte. Atë natë, pasi vajzat fjetën, Marceli u kthye në zyrën e Adrianës për herë të parë që nga vdekja e saj.
Lira kishte rregulluar gjithçka me aq shumë dashuri saqë ambienti nuk dukej më si një varr kujtimesh, por si një faltore dashurie. Ai u ul në karrigen e saj, mori ditarin dhe në faqen pas letrës së papërfunduar shkroi: "E dashura ime Adriana, sot vajzat tona bën 8 vjeç dhe ishte dita më e lumtur që kemi jetuar që kur ti u largove. Ato qeshën, luajtën, u ndjen të dashura dhe të festuara, saktësisht siç doje ti e di që ti ishe këtu me ne në një farë mënyre, sepse ndjeva pranin tënde në çdo buzëqeshje të tyre. Dua të tregoj për Lirën. Ajo është një engjëll që u shfaq kur kishim më shumë nevojë. Ajo i ktheu vajzat tona në jetë dhe më mësoi se është e mundur të dua ty dhe prapse të jetoj plotësisht. Ajo do të qëndrojë me ne si pjesë e familjes son, duke u kujdesur për princeshat tona dhe duke më ndihmuar të jem babai që ti gjithmonë e dije se mund të isha. Të premtoj se do ta nderoj kujtimin tënd duke jetuar intensivisht, duke i dashur vajzat tona me gjithë zemrën time dhe duke mbajtur gjallë gjithçka që ti na mësove për familjen, dashurinë dhe gëzimin. Faleminderit që më zgjodhe mua për të qenë babai i vajzave të tua. Faleminderit që le udhëzime që ato të mund të vazhdonin të ishin të lumtura. Dhe faleminderit që na dërgove Lirën në momentin e saktë kur kishim nevojë. Me gjithë dashurinë time të përjetshme, Marceli ai mbylli ditarin, puthi foton e Adrianës që ishte në tavolinë dhe doli nga zyra duke lënë derën hapur për herë të parë në 8 muaj. Në muajt që pasuan, shtëpia në rrugën e Palmave u transformua plotësisht. Vajzat propozuan të premtet e kujtimeve, ku përgatisnin recetat e preferuara të Adrianës dhe tregonin histori për të. Marceli e mbajti premtimin për të ardhur më herët, duke marrë pjesë aktivisht në jetën e vajzave. Lira mbaroi fakultetin me rezultate të shkëlqyera dhe filloi të punonte në projektin e shkollës së vogël në fund të shtëpisë. Një vit më vonë, në ditëlindjen e 9 të trenjakeve, ato këmbëngulën të bënin një festë edhe më të madhe. Ftuar miq nga shkolla, fqinjë, mësues. Shtëpia ishte plot jetë, të qeshura, fëmijë që vraponin nëpër kopsht. Gjatë festës, Alisa mbajti një fjalim që i emocionoi të gjithë: "Faleminderit, mami, që na mësove se është e mundur të jesh i lumtur edhe kur ndjen mall. Faleminderit, babi, që u ktheve të jesh babai ynë i vërtetë. Dhe faleminderit, teto Lira, që na tregove se familja bëhet nga dashuria, jo vetëm nga gjaku." Në atë moment, duke vëzhguar vajzat e tij rrezatuese, familjen e tij të re të ribër dhe shtëpinë plot gëzim, Marceli e dinte se Adriana do të ishte krenare. Ata kishin arritur diçka që dukej e pamundur, ta transformonin zinë në dashuri, mungesën në prani dhe dhimbjen në mirënjohje. Historia e familjes Krasniqi u bë një dëshmi se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë, ajo thjesht ndryshon formë dhe vazhdon të manifestohet përmes njerëzve që zgjedhin të qëndrojnë, të kujdesen dhe të duan, edhe përballë humbjes. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Marcelit, Alisës, Besës, Kleas dhe Lirës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse kjo histori zgjoi ndonjë emocion në jetën tuaj, nëse u identifikuat me dhimbjen e humbjes apo me bukurinë e rinisjes, lini pëlqimin tuaj për të na treguar se kemi arritur tek ju. Abonohuni në kanal, sepse çdo ditë sjellim histori si kjo që eksplorojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të përvojës njerëzore. Në komente, ndani me ne, cili ishte momenti që ju emocionoi më shumë? A keni përjetuar ndonjë situatë të ngjashme? Si gjetët forcë për të vazhduar përpara? Historitë tuaja janë të rëndësishme për ne dhe për dëgjuesit e tjerë që mund të jenë duke kaluar momente të vështira. Ju presim këtu përsëri nesër me një tjetër rrëfim që shkon drejt në zemër. Deri herën tjetër dhe mbani mend, dashuria gjithmonë gjen një mënyrë për të vazhduar së ekzistuari.